Kam 10 ditë që jetoj në pyll dhe për mëngjes ha banane. Në drek ha banane. Kurse në dark ha banane. Ndënja gati 1 muaj në pyll, dhe kur s'marrihej më në diell gjithë ditën në mes të pemëve, mora aeroplanin dhe erdha në shtetin më të bukur në botë, në Shqipëri. Gjërat në Shqipëri shkonin qetë, shumë qetë. Aq qetë sa që u shtriva në plazh dhe fjeta 1 javë rresht. E kur u zgjova, s'dija ku isha. Vendosa që përpara se të ikja, t'i bja pak Shqipërisë vërdall, të bëja pak autostop, të shikoja vendet e bukura, të njihja njerëz, të kaloja mirë, sepse e dija që do bëja një udhëtim të madh në gjithë botën dhe do shikoja shumë gjëra, por në fund do më mungonte Shqipëria. Kështu që bëra autostop, në mes të pemëve, me makina, mbi makina, nën makina, majtas, djathtas, dhe shkova deri në kufirin më jugor, në qafë botë. Jemi në kufirin Shqipëri-Greqi në qafë botë e Konispolit. Erdha këtu të kaloj nga ana tjetër, vetë në Greqi, dhe ose vajta 10 vjet, 14 vjet tu t'jetu në Greqi, edhe s'më kanë kërkuar ndonjëherë garanci ku do rrish, ku do flësh, si do flësh, pse do flësh. Tani u kujtuan të më kërkojnë garanci. Ku do vesh, më thanë? Në Greqi, ç'do bësh? Kamping. Po ç'do bëj kamping do bëj. Ku është garancia që do rrish kamping? Por është kamping, nuk është duhet rezervim në hoteli. Por është kamping, jo s'të lëm. Po si do ta bëjmë s'të lëm, thanë kaloj. Ja. Rriu këtu atje presa. Ç'do bëj këtu? S'të lëm, thanë kaloj. Merru me këta. Tani tu them që s'futa një 5.000 në pasaportë është keq, se korrupsioni dënohet nga 2 anët, prandaj u se them atë, gjë nuk e them fare. Po s'më lën të kaloj, ç'tu bëj tani? Kaloj në Mali, të detyrojmë të kaloj në Mali. Sikim do tas në Shqipëria, po të vemi në Iran andej, ç'do thonë. Na thonë jo po s'ke këtë, jo po s'të lën më të kalosh ja. S'vemi dot në Greqi. S'dua thot ai, trishti bëj, s'dua. Ku është drejtori rrin diell, më tha prit atje në diell sa të vi drejtori. Drejtori mund vi dhe nese. S'duan më. Ku di? S'më lën të kaloj. Ata atje që janë të huaj i lën kur dua. Shi ata me bicikletë su kërkon njëri garanci. Kanë ardhur me bicikletë atje, hipin kur duan, zbresën kur duan. Ne që na gjetën shqiptar, duan garanci. Ja dhe flamuri shqiptar, jam krenar, jam shqiptar, po përdekur nga Shqipëria nxin jetën, duan garanci. Prita 2 orë në diell, erdhi drejtori, bëra autostop, vazhdova rrugën dhe dola në një nga plazhet më të bukur që kam parë. Plazhi që totalisht bosh, nuk ishte asnjë turist, asnjë njeri, asnjë hall. Pra një plazh normal për relaks. Edhe unë u futa në një kështjell tjetër mbretërore, edhe pash perëndimin. Ula atje, vendi më i bukur të shikoje perëndimet. Kishte ca njerëz, po ishin turist dhe vinin nga bivete atje, kalonin me parashuta, shikonin kështjellën time mbretërore të bërë me ofiqe deti. Një vend i mrekullueshëm, si ta shikoje nga lart, si nga poshtë. Ja dhe pamja ime nga kështjella ime mbretërore. Konstruksion primitiv. Shkova ndonjë dhe një natë në park dhe erdha në një vend tjetër mbretëror dhe të bukur. Erdha në Borsh. Borsh është çik ndryshe. Jo se ka shumë gjëra, po pushimet janë më ndryshe këtu. Gjeta ca të huaj që kishin një fugon nga ata që flë brenda. E kishin fut një dyshek dhe flinej brenda në fakt. Dhe filluam bënim dhe ne udhëtimet tona nëpër Shqipëri. Unë u tregoja rrugën dhe ata ecnin. Ishim shumë veta. Si vend të parë, dolëm në sy të kaltër. Atje ku duhet paguash që të futesh, të shikosh një grop ujë dhe mundësisht, nëse mundesh, të hidhesh me kokë. Pulltop. Si pik ujë. Gëzohen të huajt, gëzohemi ne. Gëzohen të gjithë dalin me fitim normalisht, të gjithë të gëzuar. I bukur syri kaltër, nuk themu që s'është i bukur, po në fundit një grop ujë është.
Ne e donim sepse atje afër syrit të kaltër shtruam një qilim të madh dhe atje hanim, atje pinim, atje rrinim, atje luanim, atje flinim, rreth 15 veta bashk, të gjithë të shtrirë dhe rrinim në atë natyrën e bukur që kishte gjithë syri i kaltër atje, të gjithë sheshit. Okay, people, a smile, a photo in 5 seconds. 1, 2, you in the back too, you two there. 1, 2, smile. Smile like you won the lottery. Smile like you get out of Albania very soon. 1, 2, 3. Very beautiful. Falenderoj popullin e Gjirokastrës që më shpalli qytetar nderi si personi që udhton me 50 euro vërdall Europës, sepse vetëm një gjirokastrit mund t'i punoj zbor 5 vjeçes, ta bëj jo për një muaj, po dhe një muaj e gjysmë. Ta kthej nga ana tjetër, ta marr 50 euro, në? Ta shikoj kështu, ta shikoj ande, thot 100 lek shu ky vlla. Ua ne, 100 lek ta hedh kështu, lart poshtë të marr vendime me atë 100 lekshin, të blej buk, të flër dhe për dark, të iki dhe deri Spanjë. Vetëm në Gjirokastër bëjmë këto gjëra. Kështu që ne jemi të huaj se na dëgjojnë këtu edhe në ne të huajt për shkakun që jemi nga Gjirokastra, na shpallën tani qytetarë nderi dhe na bëhet shumë qefi. Shikojmë kësaj radhe se me sa do e bëjmë udhtimin e botës. Se po e bëjmë dhe botën me një 5 vjeçe. Do më japë shpinë Gjirokastër, më duket. Si ki më këtë do filloj të bëj mësime në Gjirokastër. Si ti jesh Gjirokastrit? 1. Merr 5 vjeçen. 2. Pika. 3. Jeto një muaj. C'è l'amico Interaco, quanto costano? Il tipico ci sono 1.200 lei, l'altro ci sono 1.400, 1.500. Ok. Where are you from? Hello. Hi, where are you from? Quindi questo è il Dudato? Sì, più piccolo. Questo è tutto il Me from America. Nuk jam gati. Është i thonë udhtim bote. Ngreu sot edhe dikësh ti biesh vërdall. E kujt diet se kur kthehesh për 3 muaj, për 6 muaj, për 1 vit, për 2 vjet ose po të pëlqeu mbase s'kthehesh fare asnjëherë. S'kthehesh gjën një vend në Indonezi që të pëlqen. Herë atje për gjithmonë. E s'jam gati. I kam të gjitha, vërtet. Lek nuk kam se lekët e Zvicrës nuk tepruan për hiç gjë. Nuk ishin shumë, fakt. Po kam ufon. Kam ufon dhe me ufon do bëj disa lek sa për të mbijetuar në rrugë pas një kokër problemi. S'është atje. Roba kam. Gjë tjetër s'duhet, kaq. Thjesht duhet të ngrihesh e tikësh, po gjithmonë mendoja sikur që të nisesh për një udhtim në botë duhet jesh milioner, duhet kesh shumë gjëra, lek njërën tjetër edhe e kuptova që s'duhet i kesh gjitha këto. Edhe jam gati, po s'jam gati, s'nisem dot. Ja ku i kam të gjitha, mund të nisem që sot, që nesër. Po s'më shtyjnë e qëri, si të nisem nesër, si për një javë, si për një muaj. Nuk është i gjë, kështu që them, kur të nisem, si të nisem? Të nisem tani? Të rridhen qik, të pres? Çfarë të pres? Kur të vete në vendin e ra? Nga cila antër nisem njerë? Veri, jug, lindje, pernim? Ku të vete? Vete në Portugali? Të vete Finland, ndaj mbi vete? Marrë një aeroplan? Mos marrë aeroplan? Se po morë aeroplan vete deri në Japoni edhe të nesër me në erdhe prap gjyru e botës është, po ke parë gjë, s'ke parë gjë. Kështu që janë shumë gjëra që s'di, edhe s'di si t'ja bëj. Edhe gjëja me thjesht është ngrihesh në mëngjes, edhe të ikësh, po është fjalë thjesht ngreu e ik, nuk s'to shumë, po nuk e di, është gjë ndërlikuar. Vërtet, të ikësh, vërtet, udhtim botës është, ngreu, hajde se do ikim, ikim thëmë gjithë, të ta paguaj, do nisesh ja ti, shiko. Po ta paguaj unë udhtimin e botës, nisem unë o vlla, jam në Vlora, nisem që nesër, vërtet, po. Ja ku jam unë që jam nisur gjithmonë edhe gjithmonë para se të nisem kam njëjtat mendime. Kur të nisem, ku të vete, si të vete, pse të vete.
Edhe janë gjitha këto mendimet para se të nisësh, si kur nisësh bëhet nami. Po ja sa të nisësh, do çika atë një kështu do një njeri që thot hajde. Që atë njeriu se kam. Ç'ti vë? Të nisem mos të nisem, kur të nisem. Duan menduar gjëra, po ti mendosh nuk nisesh asnjëherë. Do ndier gjërat. Sa të ndihem gati, do zgjohem në mëngjes e do them ika. U zgjova në mëngjes, e thash, kur tiki, do e sot, thash. Do e sot. O bëhem gati, unë gati, ja, çantën ja. Çanta me vete si gjithmonë, ç'to i bëj ndryshe. Mora dhe ufon, se pa ufo s'kam ku vete, se nuk kemi zgjidhur problemet ekonomike. Edhe erdha në qendër, thash do iki, vendosa, tiki nga lindja, se nga Portugalia, po ti biesh nga Portugalia, gjuna është, se ke det pastaj ku do vesh. Po ti biesh nga veriu andaj në Finland, bën ftohtë. Po ti biesh nga jugu del në det, ku do vesh? Në Egjipt, ç'to bëjmë në Egjipt? Kështu që thash do i bie këtej nga ana e Azis. Vemi andaj nga ata. Që më shikojnë kështu, sa herë kalojnë ata kur luaja kështu në Zvicër, të gjithë mbyllin sytë ata kinezët, bënin sikur s'më shikonin, ja bënin kështu. Ta kalonin. Edhe kështu, shaka bëj, Kështu që do vemi ande. Ky është muzeu i Tiranës, ky është sheshi i Skënderbeut. Tani nuk e di pse quhet sheshi ky është tani, s'është i Skënderbeut më. Kështu i thon, sheshi i Skënderbeut, ky këtu sheshi i bukur, pagua miliona që ta bënim halal, bravo na qoftë. E bën, shikoni sa bukur e kemi. Edhe ta shoh edhe një herë për herë të fundit se kur i dihet kur kthehem. I papar është. Tjeta. Ç'është? Ë? Mirë. Njihemi apo se mos? Ç'kemi? Internet e kam parë. U punoja tetja dhe i fute kamerë shumë more dhe burë. Ke parë në internet, që ke parë dhe vete. Bjen çik të shohëm. Ja ku e keni pashajen këtu, më ka parë në internet. Pa parë fare. Shumë i bukur. Në internet e do, Në YouTube e do. Në YouTube. Për i të kruajmë që këgjepat, luajte që luajte. Shefqet Dazi. Lazi. Shefqet Lazi dhe shkruaj. Urdhëra usta? Bëf shef. Shihemi kur të kthehem në Shqipëri. Ç'të kaloj për 1-2 vjet do vi prapu? Ika. E bie botës vërdall. Dhe do t'rregoj njerëzve që Shefqet Lazi nga Kuçova i ka rënë Klarinos Bërinamin. Shëndet. Ja, e ka këto Shqipëria. Anaj nga vendet e huaja si ka. Shqipëria e ka këto gjëra të bukura. Do ikim, do bjem botës vërdall. E s'do gjejmë njeri t'i bjerë Klarinos. Do themi kush t'i bjerë Klarinos? Ka si Shefqeti, s'ka si Shefqetet, ha? Shefqetet, ha? Ikëm, hajde, ngrehuni. Ky këtu është stacioni internacional i autobusave të Shqipërisë. Më duket vetja si kur jemi në New York, ja si nisën të gjithë. E këtej është supermarketi i madh. Të merr uria për të ngrënë, do të nisesh? Ja ku i ketë gjitha gjërat që mund të marrësh. Ua, shikoni këtu. Çfarë larmishmërie gjërash. Kur u nisa, ranca pikashiu. Do e kisha bërë me autostop, si në kohët e vjetra. Por rrugët e Ballkanit i njoh e më janë mërzitur. E thash ta ruaj energjinë për më pas, se do jetë një udhëtim i gjatë në kush e di sa vende të botës. Ishim 5 veta në autobus, 2 shofer e 3 pasagjerë. Njëri nga shoferët kishte ditëlindje e festoi në punë. Na qerasi një gotë portokallat ose një gotë kola. Vari se çfarë zgjidhi.
Në kufi na kontrolluan çantat dhe xhepat dhe e shikonin në ufon time të çuditur, sikur që ndonjë mjet jashtëtoksor. Kaluam nëpër autostradat e Greqisë. Unë, me që se jam nga Borshi, ula në vend të parë. 2 sedilje për mua e 2 për ufon. E pas një dite e një nate udhëtim, më në fund, mbërritëm. Erdhëm në Stamboll. Po, erdhëm, ja, ky është Stambolli. Aq ishte hipëm në një autobus, u torturuam një 24 orë, po s'ka gjë, se erdhëm në Stamboll, në një Stambolli, një nga qytetet më të bukur në botë sipas atyre që kanë vajt 5 qytete në total. I mirë, s'temu që s'është i mirë, ka qenë një herë një kohë krye qytet i perandorisë bizantine, pastaj krye qytet i perandorisë osmane, krye qytet këtej, krye qytet andej, po këtu për Turqinë tani nuk është krye qytet. Është qyteti më i madh, po s'është krye qytet. Krye qytet është Antalya. Jo, Antalya është për plazh, krye qytet është Ankaraja. Shi. Do vete në Ankara, do nisem ndonjëherë për në Ankara, do vete në Antalya. E kam bërë një 2 herë andaj në Hungaria që janë emrat një lloj. Bo turpi botës. Tani. Erdhëm këtu, erdhëm në Stamboll. Edhe kemi dhe Dybekun me vete, ufon, se na duhet për luajtur muzikë, se pa luajtur muzikë s'ka lek. E dini ju se e ka muhabetin me lek. E dini ju, apo se dini? Nuk se dini ju, s'ua kam thënë. Pa e të thëmë çik muhabetin e lekve, tani. Shi, që ka dyqan muzike këtu. Ha e tulemi të thëmë çik muhabetin e lekve. Tani, unë nisa unë djenë mëngjes që thoni ju, me dola nga shtëpia me 150 euro. Pash do i bje botës vërdall me 150 euro vetën kinë e vjen mrapa. E kam Dybekun, ja për gjë, kam ufon. Tulemi që këtu. Edhe me këto 150 euro tani të është vetë evi. Po kështu muhabeti, se vendosa të mirë autobus. Thash, shpenzoj lek më vlla, u lërim. Edhe ç'i bëram? Unë kisha lek me vetë. Çfarë kam në xhep? Edhe shpenzoj lek thash, okay? Ja ku i kemi lekët këtu. 150 unë sa tani nga këto 150. Ku ti fut martima këtu? Nga këto 150 ç'u bë? 40 më bëri bileta. A bëri 40 bileta për në Stamboll, sepse bëna shtrenjtë nuk e di, ne sikur do venim në Stamboll. 40 bileta. I ku 40 ngelen 110. Tani nga këto 110, 30 prej tyre i bëra çlekja, lira. I bëra lira nga të Turqisë, se do më duhen këto vërdall kujt dihet. Ja, aq është buxheti im. Për këtu derisa dal në ana tjetër, thash, hajta kthyej një 30-çe. Mirë që. Edhe më ngelen, domethënë, më ngelen 80 euro. Pra, do i bie vërdall botës, shikoni ju shtrëm, thoni do i bie vërdall botës me do i bie vërdall botës me 80 euro. Po do kthehem kur të kthehem në Shqipëri për një vit, o kthehem me 1000 euro tjera në xhep, pa e rimën këtë që u them. O kthehem me 1000, mos të me 2000. O kthehem, do bëhem milioner. Të dalësh për udhtim, edhe jo më të harxhosh lek, po dalësh dhe me fitim, është parë, thuash do iki në një muaj, 2 muaj, 1 vit, e do kthehem me lek në shtëpi. Më mirë kam pastaj, ikë në udhtim, të kthej me lek se sa të punosh edhe ti jesh me lek. Një lloj bie. E bëm dhe buxhetin, pra. Kem një 80 euro, e me këto 80 euro sa të vjen këto 80. Tani ti jemi sinqert, ti jam fare sinqert, kam dhe ca lek në bank. Kam një kartë, është herë e parë që kam dhe kartë me lek me vete. 7 vjet udhtim, s'kam patur ndonjëherë kartë me vete. Kam një kartë me vete që në rast se marruan këto 80, kam dhe ca lek atje që mase më duhen, tak i marr edhe shpëtoj. Në mes se kuj dihet ku vemi, me Kyrgyzstan. Ku ta di që as kryeqytet në zgjidhje asaj gjë Kyrgyzstani janë lart, kush e mori vesh. Nuk i dihet se nga vemi, po e mira është që kemi muzikën. E me muzikën mund të bëjmë para. Për të parë edhe një herë emisionin nga fillimi, gjeni episodet e kaluara në kanalin e YouTube-it Aventurat e Julit.
Atje keni të gjitha episodet e kaluara, të plota. Gjithashtu mund të na gjeni dhe në faqen e Facebookut Aventurat e Julit ose në Instagram @aventurat e Julit.